Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëplotit. Pasi që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ku muaji i Ramazanit është muaj i mundësive edhe muaj i aktiviteteve të mëdha, andaj i shprehi të gjithë besimtarëve që të mundohen që sa ma tepër gjatë këtij muaji të jenë edhe bamirës. Për arsye se vetë i dashuri i Zotit, Muhamedi paqja dhe bekimi qofsh mbi të, ka qenë njeriu më bamirës, e sidomos gjatë muajit të Ramazanit, ai e ka shtu bamirësinë edhe më tepër. Kështu që bamirësia është shkaktar që njeriu i sjell lumturi në këtë botë, largon shqetësimet, anktin dhe brengat e jetës. Andaj, Zoti i Madhreshëm thot në Kur'anin famlar, hel jazaul ihsani ila al ihsan. Nuk ka shpërblim tjetër për bamirësinë përveç se e mira dhe bamirësia. Pra e lutim Zotin xhaleshanuhu që të na mundson që të jemi bamirës, e sidomos gjatë këtij muaji me prindrit e tanë, të jemi bamirës me nevojtarët, me xhamatin, me fëmijët dhe me të gjithë ata të cilët kanë nevojë. Kështu që bamirësia pra në Ramazan vlerësohet aq tepër sa që vetëm Allahu i Madhreshëm do të na shpërblen edhe e din sasinë e madhe të shpërblimit për bamirësinë që bëhet. E lutim Zotin xhaleshanuhu që të na mundson që gjatë këtij muaji të jemi në të gjitha aspektet bamirës, si në aspektin e sadakas, si në aspektin e fjalës të mirë, si në aspektin e sjelljes të mirë, pra të promovojmë vlera të mira, bamirësie, duke e llogaritë sepse Zoti në Kur'anin famlar thot, Allahu i don bamirësit. Për sa i përket bamirësisë, kemi fjalë të Allahut të Madhreshëm në Kur'anin famlar edhe porositë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Disa prej tyre, një prej haditheve të Resulullahit, kur e kanë pyet të dashurin e Zotit, o i dërguari i Allahut, pas vdekjes tënde, a është më mirë që edhe ne të vdesim apo ta vazhdojmë jetën dhe të jetojmë? I dërguari Muhamedi paqja dhe bekimi e Zotit qofshin mbi të thot, nëse pas vdekjes time ka presë të drejtë, udhëheqësa të drejtë, të cilët e udhëheqin popullin në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse ka të pasur bamirës të cilët e ndihmojnë njëri tjetrin dhe nëse ka në mesin e juaj njerëz të cilët punët kur t'i kryjnë për komunitetin i kryjnë së bashku, atëherë është më mirë të jetoni se sa të jeni të vdekur. Kështu që pra e lutim Zotin xhaleshanuhu që të na mundson që të jemi bamirës gjatë këtij muaji dhe të fitojmë shpërblimet e Zotit xhaleshanuhu, t'u largojmë brengat të gjithë atyre të cilët kanë halle, probleme, sfida dhe telashe, të jemi në mbrojtjen e Zotit xhaleshanuhu, sepse Allahu i Madhreshëm është ai i cili na mundson që për një punë të mirë, e sidomos brenda këtij muaji të bekuar, të shpërblehemi 10 fish, 70 fish, 100 fish e kështu me radhë. E lutim Zotin xhaleshanuhu që ky Ramazan na bëj edhe më tepër bamirës, të ndalëm në ndihmë njëri tjetrit. Bamirësia, si thamë më herët, nuk nënkupton që njeriu të jetë bamirës vetëm me vetveten e tij apo me familjen e tij, por të jetë bamirës me të afërmit e tij, me prindrit e tij, me komunitetin dhe me rrethin ku jeton, në mënyrë që kur ta përfundojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, fletorja jon apo libri ynë i veprave të mira të jetë i mbushur për plot me mirësi dhe begati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.